Selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Paqja, mëshira, mirësi dhe begatit e Zotit qofshin përmbi gjithë ju. Rrite moralin, bëhu njeri me moralet larta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë urdhëronte që të përsosni moralet e larta. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot për pejgamberin e tij se ne me të vërtet thot e kemi sjellët me moralet larta. Ja kemi përsosur moralet atij. Nuk ka rëndësi se cili njeri je, ku jeton, nuk ka rëndësi vendi ku je, larg apo afër. E rëndësishme atje ku jeton, atje ku banon, atje ku punon, të reflektosh moralet larta, të kesh burrni, të kesh cilësi të mira, ashtu sikur është i kënaqur i madh Zot. Pra, e para të plotësosh besimin, të deklarosh se besoj Allahun xhelle xhelaluhu. Masane çdo gjë të vesh duke e përsos, duke e rregullu, sa që sjellja jote, veprimtaria jote, qenia jote si njeri mos të shqetësoja si njeri, po përkundrazi njerëzit të jenë të kënaqur prej teje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më i miri prej jush është ai që njerëzit ndihen të qetë, rehat, të rujtun, të mbrojtun nga gjuha jote, nga sytë e tuaj, nga gjymtyrët e tuaja. Pra nga çdo fjale jote, nga çdo vepër jote, ato ndihen të qetë dhe të rujtun. Nëse kështu vepron, atëherë me të vërtet je në rrugë Zotit. Allahu na i përsos moralet e larta. Amin.